Miqtë e mi, ne mbledhemi sonte me një vështrim të ri për Shqipërinë, me një betim solemn para saj, për të rikthyer tek ajo projektin e ëndrave të trive të saj. Të dashur miq, 12 vite ishin vite të rënda për çdo shqiptar. Sot, 1 në 2 familje nuk ka një fëmijë në vatrën e vet, por e kanë rrugë të botës. Sot, 700.000 pensionistë qajnë pothuajse çdo ditë me lotë të ftohta mjerimi. Sot, mira smur nuk marrin ilaçet dhe mbeten në mshirën e smundjes në shtratin e spitaleve tona. Sot, qindra mira familje shqiptare nuk marrin më drejtësi. Sot, qindra mira biznese falimentojnë njëra mas tjetrës. Qindra mira vende pune shkatrohen nga narkoeurot e trafikantëve të Edi Ramës. E grabitën dhe e plaçkitën Shqipërinë dhe shqiptarët sa asnjë pushtim tjetër në histori. Miq, Shqipëria është e smur. Kjo smundje quhet Edi Rama.